95-ën u formu një kurs shumë i rëndësishëm i gazetarisë për qika të reja, veç për qika, ky kurs e patë emrin Media Projekt. U formu prej 2 gazetareve shumë të afta në atë kohë, që punonin për Voice of America apo Zonin Amerikës, Afrodita Saracini Kelmendi edhe Geraldina Vula. Ato e panë nevojën e një aktivizmi të ri, edhe ato ishin rritën frymënsione, për shembull. Nana e Gjerit ishte aktiviste, gjithashtu për luftimin e analfabetizmit të gratë. E pam një gjë në mes 90-ave, e pam një të vërtet hidhur që në ndodhë kemë prapavi, e që ishtë që në emën të mungesës shkollave publike, në disa vende rurale, fillun burat mi thonë grave, qikave s'keni nevoj me shku në shkollë, se jo me më shku qika mu në shpinë e filionit me më hisë, po më hinë objekt shkollor. U fillu me u këthy, ka herë që këthimi në roj, tona në identitet, në kuptoj ke regres në qatë progresin sa do simbolik që e kishim bo në Ana Gjerit, gjyshi jam, me luftu në analfabetizmin. Fillun, do qika mës me shku në shkollë. Gjeri me ditën, thanë, na kena me shkollu generata të reja të gazetarve, po përveç roli joni parë si teenagere, ishë me shku në përkatune. Ato e kemi bo me Donika Shahinin, e cila është njona prej bashkë themeluesve të qëtij muzeut, bashkë kontribuseve me fletorën e vetë. Donika Shahini dhe une ishim 2 gazetare 15 vjeçare që kishim qenë pjesë e Media Projektit. Gjithashtu edhe Nora Visoka, në atë kohë Vlora Qitako, Rezja, Reka, disa qika, 15 qika, detyra jone e parë është po me marë kurset gazetarisë, po ato në angazhun si mobilizu se qikave të reja me shku në katon, edhe mi thonë qikave nuk banë ju me pranu, mos me shku në shkollë. Na duhet, na flasim edhe me babat juj, edhe me krejt na sgudzojmë pse Miloševiqi na kam shel shkollat, tash edhe na mi jam shel qikave një derë dytë. Na më sheli Miloševiqi një, tash edhe me na më shel patriarkalizmi. Na punojshim edhe në këtë drejtim. Do me thonë, shumë ka qenë, shumë e qmaj, që kanë qenë që ashtu lagër, se unë sot për ta spjegoj, po unë në atë kohë nëse kom ditë, s'kom mujtë me ta spjegu që që ka po ndodhë, so kemi qenë në rezik prej patriarkalizmit, po du me thonë që kom qenë e udheqen prej mentoreve shumë largë pomse, që e luftëshin që të pjesë, që nuk e pranojshin veç, hajtë se kalon kjo fazë. Jo, u mobilizu në 95-ën. Ta është shumë interesant që mbanesat vogla të tëne, në Dardani, organizojshin kurse për fotografi, për audio inqizim, sepse Afrodita i kishte mjetët qysh me inqizu një radio reportaj për Zërin e Amerikës, edhe na mësoj ke krejt shadike neve. Edhe na mësoj ke si qika qysh me qenë, qysh me uni edhe kur t'i njërojnë, kur jenë rreth me bura. E shumicën e kohës si gazetari jenë rreth me bura. Duhesh pak me qasjen tënde, me qëndrimin fizik, me tani, me ta pa mikrofonin edhe me të marrë seriozisht. Qëto jenë fillet e para. Gjeri nga ka mësu që shme shkruj shqip mirë, nga ka redaktu artikuj, dhe me thënë kom pas mentore të shnosha, edhe në të pestën. Me një anë, disa advantajët në mungesë të informacioneve, në anën tjetër, gjithmonë e kena kompenzu me aktivitete jashkollore. Tash, qëlloj që BBC-a kur vjen këtu, i pyt korespondentat, i pyt ke gazetarët e kohës ditore, apo redaktorët e kohës ditore, jemi të folë tash për 97-ën, na kalum në përkurse, punojshim edhe për gazetën e parë që e qeli Media Projekti, e kishem një Eritrea, gazetë për avancimin e drejtave të grave. Unë e Donika shkrujshim për qatë gazetë. Donika mas ne filloj me shkrujt edhe për Qikun, Qendrën Informative të Kosovës, që ishtë një buletin primitiv sot, po buletin i vetëm që kallëzojke që ka të ndodhë në Kosovë. Në atë kohë, në 97, fund 97-ës, do me thonë mas pari kur vishin gazetarët e huj, të cilët erdhen veç pas i përfundoj lufta në Bosne, lufta në Kroasi, lufta Sloveni, e shkur që ishte, në 97-ën na erdhëm rrenë, edhe fillun gazetarët me anë Kosovë. Stacionet e para të këtune gazetarëve të huj ishin 2-3 vende. Ishte Zëri i Amerikës, Qendra Informative e Kosovës atëherë, ku edhe u bëjshin preskonferencat e LDK-s, edhe koaditore. Ata i pytshin redaktor të këtune, a keni dikon që din anglisht. Mund ka propozu të BBC-a Afrodita Saracini, mentorja jame. Ka thonë,
po ta propozoj jetën, e kena trajnum në bazat e gazetarisë, edhe unë kom dalë me ta në teren, shqyqër zotit, s'kom qenë dibidus sa i përket, kom ditë pak për shkak se kom shku në kurset afër ditës edhe të Florinit. Florini edhe buri i gjerit ishin gjirus, na kishin kallëzu qysh punon kamera. Nuk ishim pra idiota sa i përket qysh do këtë kamera, qa me gjiru. Edhe pse i kishim... Një bazike në produksion. Edhe pse, po thëmë, në 19 vjetë e kom pas. Informata bazike, na përfundum si përkthys, plusi i madh është që prind tonë me fillim e kishim pas që na duhet me ditë gjuhë huja, edhe na kishin shtime mësu. Se desha më të pyet, për pas që me pas një produksion ose në gazetari gjuhën angleze. Për shkak që dashnisë madhe ndaj filmave, librave që prej fillimit, ti e dishe që shumicën e librave të mirë edhe filmave nuk i kishe në shqip, po i kishe anglisht, edhe kultura ishe tillë, muzika ma e mirë anglisht. Na prej klasës 2 sa një prej vetës, unë jam të shku në kurs të anglishtës, për shkak insistimit prindrit me, edhe qashtu ishin rrethana që ishe qartë që duhesh me mësu jashtë shkollës një gjuhë të huaj. Ajo mjaftojke, kurset e media projektit, përvoja në shpresë, kurset e gjuhës huaj, me qenë të përgatitur mjaftueshëm për gazetarët e huaj. Mirë po, ata lypshin një përvoj logjistike ti me ditë ka jetu shku në Kosovë. Që ato se kena pas, sepse na jena rrit me një rreth ku nuk e shku në për katune. Do me thonë, me i pa katunet e Kosovës, e lufta ndodhke katunet e Kosovës. Jo shumë ljarë Prishtinës. Heq shumë ljarë Prishtinës, po më vene që s'kishim qenë. Unë bashkë me një, muj me thonë, 30 dhe 50 përkthys, 3 që ishim aktivista në qëto organizata, jo qeveritare, në qëto gazeta, fillum me u mobilizu, me ja kallëzu të hujve në të vërtet që pëndotke, edhe shumë shpejt i mësum rrugt. E kompenzum që atë munges informacioni, tu taku me njerë shumë të mirë në teren, në katunet, cilët në animojshim kryum kontakte, edhe si gjithë shqiptarë që ta qelë derën, këgja mi këprisa jemi, si që ishim dritarën, ne kallëzishim ka me shku, do me thonë na e letun që të punë me logistikën që me i qu dhe i fronti i luftës.